Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu aleyhi wasallam. Alhamdulillah, vëllezër dhe motra ku jeni, brenda vendit Kosovës, në trojët shqiptare, inshallah bëhemi shqiptari komplet e madhe, edhe në diasporën e afërm dhe të largët ku jeni, në Australi, e në Kanada, e në Amerikë. Ju përshëndesim nga Prizreni, pak ditë deri që në ndajnë me fundin e vitit, jo dhe ju themi Assalamu alaikum, që do më thanë Allahi e sjalt një paqë për gjithë globin, në botën islame, në botën afrikane, në Europë, në Amerikë, gjithë kundë. Sa ishknaq Allahu Gjelle Gjelalu, një natë të ishte nalë krimi gjakderdhja. Një natë, 24 orë. Inshallah vjen ajo ditë. Herët e fundit i keni ndëgjuar mohabetet e lutjeve të disa pejgamberëve, si të Ademit, e Ibrahimit, e Musës, e Isës, e Muhamedit alayhi salatu wassalam, e kështu me radhë. Kur i keni ndëgjuar këto, u lindën disa pyetje tani prej dëgjuesve. Kur kemi frigën, çfarë lutje me bon? Frigë në shtëpi mrenda, frigohet veten, frigohet prej këshive, frigohet prej vllëznive, frigohet prej... Ka njeri nga friga, ku më shku, anë këne shet shpinë, më shku dikun ku s'friksohet fjala, po vjen ose me ndroj qytetin, qytet tjetër. Ose edhe shtetin ka që ndrojnë, s'po mjetohet, tu pa siguria një kënena. Friga është, ekziston në zemër, por muslimani në zemër e shtin një diçka tjetër në vendin e frigës. Mbështetje te Allahu Gjelle Gjelalu. Andaj pak fjalë do të bëjmë lidhje me këte, por na do të shkojmë pak ma larg, prej ku bazën e kemi nëse. Baza jonë është me zbritjen e Kur'anit famlart dhe me Muhamedin i dërguari i mbar njerëzimit sallallahu aleyhi wasallam. I ka dy variante. Një variant apo argument është në luftën e Hunenit, kur muslimanët kanë qenë numër i madh në këtë luftë. Kurse argumenti i dytë është kur muslimanët kanë qenë më pak në luftën e Hendekut. Jenë befasua prej mushrikinëve të Mekës. Jenë befasua sa që ju ka një friga. Allahu Gjelle Shanuhu luftetarët dhe njerëzit din, ka zbrit Kur'an, Hazreti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ma ato qka për e din Zotit në zemrët e luftarëve qka ka. Unë e shkrova ajetin, për i thot, izgjaukum, kur ju vjen juve, min fawqikum, se luftarët në luft nuk di ka të vjen. Ti jenë në vitë frontit, a vjen shigjeta, a vjen shpata, si kur sot, a të vjen pi dronit, a të vjen pi asaj aeroplanit e vogël, a vjen prej raketës pi larg 1000 kilometra, ku të shkoj mu zot? Shikon sot çfarë zemani ka ardhur. Edhe celularat që i kemi, na mo pejdim, po dhe po na tregojnë, edhe celularin që aty e kje diku je fix. Edhe përmes celularve, njerëz të dalluar vrahen, vriten. Edhe ata pedin, se po punon satelitet, këtë dynjoja, ku po flash po e di. E tash këto friga, në njeri në kap friga, pejgamberi ka bo dua, nga për që ka pëthët, izgjaukum, min fawqikum, vin për ju vin ushtria në luftën e Hendekut pinalt. Po min asfali minkum, ose pi përfundi. Armiku, kur bëhesh armik me dikant, as ti së nja dish hilet e tia, asaj s'ti din hilet e tua. Allah në largoft prej, sidomos prej vllazni lëkut ton, këto gjëra. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Ka lartë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, çka të bëjmë? I ka kap frika disa, të meri luftës, ka thonë,
derisa zemra po na vjen të fyti. Friga e luftës. Për cilni luftë çfarë të lashë ka, sidomos disa tash që po bëhen lufte dokumentare ato janë. Si në Ukrainë që sa kohë, si Palestinën, Gazën shkatruan tërësisht, si Siria që sa vjet në fronte, këto bota e Libisë, që shke Sudani, Halan, Tansh, qashtu me Tunisi, kur janë nisje, ketë këto, për cilni këto gjona, ose në lindja atje Kina, në Myanmari, e këto luftat e Afganistani me 20 vjet me Rusi, 20 vjet me Amerika, një knina, shyri farflaka që far të mere. Edhe njeri për këtyne frigave, shqetësohet, rahat se zbahet, shka të bëje, ose ka këshin e keq. Ja barish gajle këshis, apo të vret, apo të gjur, apo të bon, apo të kthin, apo të shan, apo të ofendona. Edhe asaj një gajle të madhe ja barish. Prandaj, këto gjona, në ka mësu Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam qysh me bo dua. Prej lutjeve të pejgamberit janë, që ka bo dua dhe na që ato dua i mësem, Allahumma rabbi s-samawati s-sab'a, wa rabbul arshil adhim. O Zot, që jeti Zoti i 7 qijeve dhe tokës, edhe je Zoti i arshit madh. Banu mua mbrojtës të këti. Banu mua mbrojtës të këti. Prej filonit. Nga s'dona me bo sherr, po dikush po donë me bo sherr. Habili edhe Kabili e myti vllaun. Habili tha ti në zgjat dorë në mu, unë në kam zgjat dorën tonë dhe hiq. Ti jetë e pastër dora para Allahut. Dhe ti tutë shpia ty në njerëzve shkemur, ti jetë në qaf njeri, të sharë me bama me nëne, me këtë shka ki e rafsh të sharë. Prandaj, lutjo Allahut. O Zot, që je krijuesi i 7 qijeve dhe tokës, e krijuesi i arshit tënd, i franit më të lartë. Bënë mua mbrojtës të këti, prej filonit, ose prej filanës. Ose friksohesh prej politikave të ndryshme, prej agenturave të ndryshme, prej mafijave të ndryshme. Edhe me këto dua, Allahu Gjelle Gjelaluhu, edhe mbrojtjen e fitesh një, edhe nikosisht qetësohet zemra, qetësohet shpirti. Allahu Gjelle Shanu që ka thot për muslimant në Mekke, kur ka zbrit li ilafi Quraysh, ka thonë feljabudu rabba hadhal bejt, le të adhurojnë Allahun krijuesin e kësaj shtëpie, qabës o fjala, alladhi at'amahum min ju', i cili ju siguroi ushqimin, jetën në Mekke, se jeta në Mekke vështirë është. Atëhera, se tash çdo gjë në nivel. Çka u tha? Feljabudu rabba hadhal bejt, alladhi at'amahum min ju', sepse ju siguroi hajën e pijen, ve amenahum min khawf, edhe ju siguroi jetë të sigurt. Kështu është, jeta e sigurt njeriu, buke kryp siguri. Siguria për çdo shtet është sa një madh. Siguria na vjen keq se në ndrojet tona nuk kemi shumë siguri. Si popull kështu, si kombi jemi jo shumë rregull, për shihni vetë çdo ditë vrasje, vjedhje, korrupsione çdo ditë. Këto gjona nuk na përkasin neve që jemi fjalës la ilaha illallah. Kjo një lutja e dytë, e mos t'ja zgjati shumë, mbështetet te Allahu Gjelle Gjelalu. Ja Rab, s'po di unë këto lutjet e mëdha, ti po di shosh, po unë s'po di. Thu ja Allah që më ke fal mu, e në dorën tonë jemi gjithë na, edhe gjithë krijesat. Ja Allah, na shpëto prej çdo çederit. Mandaj na se dish Elhamin, Ajetul Kursin, Amana Rasulun, Kul huwallahu ahad, Kul a'udhu birabbil falaq, Kul a'udhu birabbin nas, me Kur'an edhe me dhikr të Allahut. Ja Allah, ti je ai që na siguron neve, ti na ke në dorë,
Na jemi në mbështetjen tonë. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Në një prej lutjeve, po e o lexoj çet lutje, që ndoshta dikush e merr pikë këtu. La ilaha illa Allah. الواحد القهار تاني أو سبيغوي رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الرحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك kuptimin e ka La ilaha illa Allah s'ka zot tjetër që adhurohet më hak veç teje ja Rab El Wahidul Qahar ti je një edhe ti je mundës i plot fuqishëm je zoti i shtatë qijeve dhe tokës dhe çka ka në mes tyne dhe je i plot fuqishëm dhe je falës. Allahumme malik el mulk, o Zoti madh, ti je posedusi i mulkit, kapitalit tënd. Ti je pushtet mbajtësi. Malik el mulk. Tutil mulk e men të sha, kujt e don ti i je pushtet. Pushtetin kërkush së në merë me zorë kërkund. Këtë do është gjak derdhja pushtetit së të falen, me caktim të Allahit, kuj do në Zotim ja dhonë, je për të pushtet. Ti je pushtet dhanës, ja Rabbel Alemin, je pushtet kuj të donë, o dhe ja merë pushtetin kuj të donë. E ngren kënë të donë dhe e pështron kënë të donë. Ndorë tonë dhe është do gjë hajri dhe ti e mbi të gjitha krijesat i plot fuqishëm. Je i mëshirshëm në dynja dhe në ahiret, dhe ban mirë në dynja dhe në ahiret. Tutihuma, dynjon dhe ahiretin ja japish kujt të don, a dhe ja ndalish atij ti që don. O Allah, më mëshiro mua, mëshirë të gjërë, që mos kam nevojë për askënd përveç se prej rahmetit tënd, ja Rabbi, o Zoti jon, o Zoti i gjithësisë. Allah na i siguroft zemrat tona, na i qetësoft shpirtat tona në zemrat tona, na qetësoft në familjet tona, na rahatoft në shtëpit dhe në vatanet tona dhe kretë ku jetojmë, Allahu Gjellëshanuhu është i plot fuqishëm, mbështetni Allahu Gjellë. Po që se sprovohemi, atëherë vela hawle vela quwwata illa billahi al-aliyyil azim, radina billahi rabbat, kënaqur jemi وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد edhe një herë ju përshëndes për mbyllje. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.